Një investim strategjik infrastrukturor në Shqipëri do të përfshi edhe Gjakovën. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ka konfirmuar ndërtimin e linjës sekurudhore Shkodër-Gjakov, një projekt strategjik infrastrukturor që synon të forcojë lidhjet ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas studimit të fizibilitetit tashmë të realizuar, kostoja e projektit përllogaritet në 1.8 miliard euro, nga të cilat 1.7 miliard euro do të përdoren për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përfshin shpenzime për leje, shpronësime dhe detaje teknike. Hekurudha Shkodër-Gjakov do të ketë 7 stacione dhe një gjatësi prej 105.8 kilometrash. Ky investim strategjik infrastrukturor do të përfshi 43 ura dhe 14 tunele, me një gjatësi totale tunelesh prej 35.3 kilometrash. Kujtojmë se ky investim do të rikthejë në vëmendje historinë e Shkodrës dhe lidhjen e saj shekullore me Gjakovën përmes hekurudhës.